Gjykata kushtetuese vendosi sot që të rikthejë në detyrë Belinda Ballukun. Për folur mbi këtë vendim kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Gylsen Zhlima. Zoti Zhlima, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Zhlima, si e konsideroni këtë vendim të gjykatës kushtetuese? Ky vendim është një vendim i cili tregon qartazi dhe qëndrimet e mia publike që kanë të bëjnë me atë që unë kam qenë dakord parimisht me ata të cilët janë dakord me parimet kushtetuese. Gjykata kushtetuese doli në nivelin e saj të dur kushtetues dhe nuk u bë pjesë e lojës së pist ose më mirë të një loje e cila është në kurrizë dhe në dëm të parimeve kushtetuese. Pezullimi i detyrës të zëvendës kryeministres ishte haptasi një pezullim antikushtetues dhe nuk është fare kushtetues. Duke qenë se ne kemi parë që vendi ynë është futur në një situatë shumë komplekse dhe shumë të thoja të papërgjegjshme, sepse kemi vendosur në nivel kaq shumë të lartë SPAK-un si një institucion i cili ka për detyrë ndjekjen penale, por në Shqipëri i kemi dhënë atribute të pashkruara sikur është institucioni që jep drejtësi. Kjo vendimarrje për mendimin tim është një vendimarrje e gjykatës kushtetuese që vjen në nivelin e saj të kushtetues, por në vendimarrjet të mëparshme të gjykatës kushtetuese kemi pasur rezerva dhe do të kemi rezerva, por ajo që unë dua të them është që ky rast për mendimin tim nuk ndalon me datën 22 janar, por vazhdon edhe përtej 22 janarit, sepse në çdo moment prokuroria e posaçme për të ardhur, si do thoja, në një konflikt përsëri me pushtetin ekzekutiv, po kësaj herë me partinë parlamentare që është Partia Socialiste, shumica parlamentare, për të kërkuar heqjen e imunitetit të zonjës Balluku. Tek kërkimi për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku, duhet keni parasysh që Partia Socialiste ka 83 mandate në kuvent, por nuk kemi të regjistruar asnjëherë precedentin që grupi parlamentar me shumicë parlamentare në kuvent refuzon të heqë imunitetin edhe të japi autorizimin prokurorisë për mas sigurie. Pra, pas datës 22 janar e në vazhdim, besoj që kësaj të radhe, në rast se do të shkojmë në një skenar të tillë, duhet keni parasysh që jo më kryeministri drejt për së drejti, por kryetari i kuvendit, në rast se refuzohet autorizimi për arrestim në burg dhe arrest në shtëpi ndaj zonjës Balluku, do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për moskompetencë ose për interpretim kushtetues. Pra, loja nuk ka mbaruar, do të vazhdojë. Ajo që unë them vazhdimisht është në rast se duam të kemi një shtet së drejtës, një shtet demokratik, të gjithë institucionet shtetërore duhet të vinë në nivelin e dur kushtetues. Kushtetuta që zbaton SPAK-u është kushtetuta e 1976-ën, ndërsa kushtetuta që duhet të zbatojnë institucionet kushtetues është kushtetuta e 1998-ës. Prandaj, skenari më i frikshëm mendoj se do të vi, por kjo mbetet për tu parë në rast se do të mbetet në tentativë. Avokat, gjatë kësaj kohe, a mundet SPAK-u të bëjë ndonjë kërkesë tjetër ndaj zonjës Belinda Balluku? Në çdo moment, në çdo kohë, në çdo rrethan, në rast se dalin prova të tjera shtesë nga hetimi, prokurori, sipas kodit të procedurës penale, me mbledhjen e provave, mund ta gjykojë të arsyeshëm të kërkojë arrest në burg apo arrest në shtëpi ndaj zonjës Balluku. Por për mendimin tim, kjo do të jetë një kërkesë ekstreme, sepse ai ka marrë disa vendime të mëparshme që do të thotë jo pezullimi nga detyra, se gjykata kushtetuese e pezulloi, por ndalim për të dalë jashtë shtetit dhe përveç kësaj t'i ka dhënë cilësinë e të pandehurës për sa i përket datës 31, mos gaboj 30 ose 31 tetor, mos gaboj. Pra, duke qenë në këtë situatë, prokurori nuk mendoj se mund ta bëj një kërkesë, por në rast se do të bëj një kërkesë, e thash edhe më përpara, duhet keni parasysh që është në varësi gjithmonë në rast se kanë dalë prova të reja dhe jo prova të cilët janë marrë këto të dyja masa të mëparshme. Prandaj, për mendimin tim, do të thoja që po prokurori
në çdo moment, por do të thoja që do të bi në një përsëri konflikt me Partinë Socialiste dhe me shumicën parlamentare, sepse detyrimisht në rast se kërkon një masë, duhet të shkojë tani e tutje në parlament, se nuk ka masa të tjera përveç atyre që ai ka dhënë, pra pezullimin e detyrës dhe largimin për të dalë jashtë vendit. Masa tjetër që nuk ka nevojë për të vajtur në parlament, sipas praktikës që kanë bërë këto 2 vitet e fundit me 3 vitet e fundit, është detyrim paraqitje. Në rast se përshkon prokurori për arrest në shtëpi, arrest në burg, do të thotë që tani e tutje prokurori do ta çojë më tutje akuzën, pra do të ndryshojë akuzën, nuk do të jetë më akuza për shkeljen në barazinë të tendera, por do të jetë shpërdorim i detyrës, do të jetë korrupsioni, do të jetë pastrim produkteve të veprës penale, do të jetë shpërdorimi i detyrës duke vjedhur fondet publike. Pra, që prokurori të shkojë dhe të kërkojë një autorizim nga kuvendi, duhet të jetë një vepër e rëndë penale në pikpamjen që ka prokurori gjatë hetimit, jo që prokurori gjatë hetimit kur bën kërkesën në gjykatë, duhet edhe gjykata ta miratojë. Prandaj mendoj se prokurori do ta ketë pak të vështirë për të kërkuar një autorizim nga Partia Socialiste nëpërmjet Kuvendit të Shqipërisë. A mundet që prokurori të kërkojë edhe një herë pezullimin nga detyra të Belinda Ballukut nëse hap dhe një çështje tjetër që s'ka lidhje me këtë? Jo, nuk mundet, sepse vendimet e gjykatës kushtetuese në kushtet ku jemi për palët është detyruese. Çfarë do të thotë detyruese? Në momentin kur gjykata kushtetuese doli për pezullimin e GKK-s për pezullimin nga detyrat e zonjës Balluku, automatikisht ky institucion SPAKu dhe më vonë gjykata e posaçme nuk mundet të marrin një masë të tillë ndaj një funksionari që përbën pjesë të Këshillit të Ministrave. Prandaj, ajo mund të ndodhë që thoni ju sipas kodit të procedurës penale që po të hapet një dosje tjetër, të hapet një fraksion tjetër, të shtohen akuzat, por kësaj tralle shkohet detyrimisht në parlament për të kërkuar heqjen e imunitetit. Pastaj është në varësi të prokurorit se si me heqjen e imunitetit do të kërkojë masën shtrënguese, por duhet keni parasysh diçka. Në praktikën e gjykatës kushtetuese, kur ishte arrestimi i Fatos Nanës, duhet keni parasysh që gjykata kushtetuese ka thënë që një herë hiqet imuniteti deputetit, pavarësisht se mund të ketë gjatë të legjislaturës disa herë, disa procedime, disa fraksione. Pra, në rast se shkon sot prokurori dhe kërkon autorizimi jepet, dhe kur të jepet autorizimi, prokurori gjatë hetimeve gjen edhe prova të tjera, edhe fraksione të tjera, edhe akuza të tjera, nuk ka më nevojë të kalojnë nga parlamenti, po të paktën një herë duhet të kalojnë nga parlamenti gjatë legjislaturës kur deputet është ose zonja në fjalë ose dikush tjetër. Pra, këtu është në varësi tani të prokurorit, në rast se ka fraksione të ndryshme në hetim dhe në rast se gjen prova të cilët për mendimin e prokurorit, se duhet keni parasysh diçka, kur prokurori bën një kërkesë, sipas mendimit të tij që bën ndjekjen penale, ai mendon që për personin që e marr të pandehur, unë në gjykatë shkoj dua ta dënoj. Pastaj është gjykata ajo e cila duhet të verifikojë, filtrojë, hetojë në rast se kërkesa e prokurorit është në zbatim të ligjit. Pra, për mendimin tim, rasti zonjës Balluku për të njëjtin prokuror dhe gjykatës dështoi reforma në drejtësi, sepse në fund fare u pa që dy të reformuar shkelën kushtetutën e këtij vendit. Pra, edhe sikur të bëjnë të njëjtën gabim këta individ, duhet të merret një masë disiplinore ndaj tyre, por mendimi im në rast se do të merret një masë disiplinore është shkarkimi i menjëhershëm nga detyra për shkak se ata të dy përbën një, do të thoja, një rrezik ose një rrezikshmëri të lartë gjatë kryesës së detyrës së tyre. Ata nesër mund të pezullojnë edhe Zotin nga detyra. Pra janë të frikshëm. Thjesht ta imagjinoni, jo thjesht mund vetëm ta bëjnë. Pra, dy magjistrat u ulën bashk, vendosën bashk
dhe çfarë bërën? Pezulluan një pjesëtar të pushtetit ekzekutiv. Edhe një herë dua të sqaroj opinionin publik për diçka. Unë po flas parimisht. Në rast se prokurori ka fakte, të shkonte dhe të razonte ujërat e Partisë Socialiste në grupin parlamentar dhe të thoshte që unë kërkoj një mas sigurie, po jo të bënte këtë lojë, e cila është një lojë e rrezikshme që godet parimet kushtetuese. Avokat, po themi heqja e pezullimit nga detyra është dhe në momentin sa të shqyrtohet e gjithë çështja, po nëse gjykata kushtetuese lë në fuqi pezullimin. Duhet të keni parasysh diçka, sipas ligjit organik të gjykatës kushtetuese, kur merret kërkesa për çfuqizimin e një vendimi apo të një akti, duhet keni parasysh që gjykata kushtetuese nuk është se futet në themelin e saj, por nga pikpamja e detyrave kushtetuese që jepen që të shqyrtojë në mënyrë sipërfaqësore themelin e saj, kur ajo vendos ta kalojë në dhomën e madhe, pra me përbërjen e 9 antarëve, por momentalisht janë 8 antarë, nënkupton që mund të pranohet pjesërisht kërkesa ose tërësisht, por duke qenë se edhe në të njëjtën kohë është pezulluar vendimi i GKK-s dhe në të dyja rastet votimi ka qenë 5-3, nënkupton që 5 antarët të cilët kanë votuar që këtu të kemi të bëjmë me një shqyrtim në themel dhe pezullim në të njëjtën kohë, nënkupton qartazi që do të jetë e pranueshme tani në tërësi apo jo, po do të jetë deklaruese nga gjykata kushtetuese se kush ka kompetencën për të emëruar, pezulluar, shkarkuar, kush ka kompetencën për të vendosur një mas sigurie ndaj një funksionari të Këshillit të Ministrave. Pra në aspektin procedurial, gjykata kushtetuese na jep një dritë e cila nuk është e përcaktuar çfarë ngjyre ka, po ka një dritë, pra do të diçka po shkëlqen në kuptimin e saj, që dikush kupton që diçka përtej kësaj ngjarje që ka ndodhur, kjo në themelin e saj do të interpretohet për shkak se duhet të bëhet precedenti i radhës që të ruhen balancat e pushteteve. Prandaj, për mendimin tim, gjykata kushtetuese, pasi të shprehet, normalisht me zbardhjen e vendimit, automatikisht bie pezullimi, por me zbardhjen aty do të kemi edhe vendimarin që çfuqizohet dhe pjesërisht vendimi i GKK-s për shkak se bien ndesh me parimet kushtetuese. Duke qenë në këtë situatë, ju duhet keni parasysh që derisa e ka marrë gjykata kushtetuese, kolegji ja përcolli dhomës së gjyqtarëve, atëre duhet keni parasysh që ata nuk mundet të godasin veten e tyre duke ndryshuar, do thoja, interpretimin dhe pezullimin. Sepse duhet kemi edhe një herë parasysh nga e para që ta kemi me kujdes, gjykata kushtetuese gjykoi në të njëjtën moment dy rastet. Një rasti kalimi për shqyrtim të themelit, që kjo është gjë tjetër, dhe në të njëjtën kohë, kur ka të bëjë me themelin të një pjesë të aktit, pra të vendimit të GKK-s për pezullimin, e pezulloi që kjo nuk ka më fuqi. Dhe kur nuk ka më fuqi kjo? Nga data 12/2025 derisa të zbardhet vendimi i gjykatës kushtetuese. Zoti Zhlima, nëse prokuroria vendos që ta çojë më tej, po themi, këtë çështje me Belinda Ballukun parë dhe nga vendimi i gjykatës kushtetuese, çfarë masash mund të marrë? Atëherë duhet të menojmë një anë pjesën e vendimarrjes së gjykatës kushtetuese me datën 22 janar. Pra, prokurori në çdo moment mund të marrë një masë, por duhet të kalojë tani e tutje nga parlamenti, për shkak se masat që i mbeten prokurorit janë arrest në burg ose arrest në shtëpi. Por këtu lind, do të thoja, një mosmarrveshje dhe një, do të thoja, konflikt kushtetues dhe ligjor, sepse ai do të drejtohet kuvendit për të kërkuar autorizim, por autorizimi jepet me shumicën parlamentare që nënkupton mbi 71 mandate. Aktualisht Partia Socialiste ka 83 mandate, por në rast se Partia Socialiste vendos që mos të japi autorizim tek
prokurori për të kërkuar gjykatës një nga këto dy masat e arrestit, atëre i bën që do të kemi një konflikt të radhës. Por në këtë konflikt nuk do të përfshihet vetëm kryeministri ose kryetari i Partisë Socialiste ose grupi parlamentar i Partisë Socialiste, që nuk do të japi autorizimin, po do të përfshihet dhe Kuvendi i Shqipërisë, sepse në nenin 288 të Kodit të Procedurës Penale flitet qartazi për arrestimin e flagrancë, por ligjvënësi nuk jep asnjë arsyetim ose nuk jep asnjë justifikim në rast se Kuvendi refuzon autorizimin. Dhe përderisa Kuvendi refuzon autorizimin, interpretues të një kompetence për autorizim, po edhe për mos autorizim, e ka ligjvënësi. Po kush e bën interpretimin në aspektin kushtetues në rastin e parë, e bën vetëm gjykata kushtetuese. Dhe pastaj ju duhet keni parasysh që është në dorë të, do thosha, përsëri të pushtetit legislativ, pra përsëri në kuptimin e fjalive që thashun që do të jetë ai kërkues në rast se do të kemi një konflikt të tillë në gjykatën kushtetuese, për të kërkuar gjykatës kushtetuese kur nuk jepet autorizimi tek prokurori për të vepruar ashtu siç duhet në detyrën e tyre, në, do të thosha, në aspektin gjithmonë ashtu siç e themi ne, institucionale të kryetarit të Kuvendit, që të çojë për një interpretim të tillë. Por mendoj që këtu do të kemi shumë, do të thoja, interpretime, do të thoja shumë konflikte akoma, sepse dikush do të thotë a legjitimohet për shembull kryetari i Kuvendit të çojë në gjykatë kushtetuese do të thoja një kërkesë të tillë, a legjitimohet për shembull jo më pak se 1/5 e deputetëve të kërkojë një interpretim të tillë. Pra, në fazën procedurale që të jemi, ajo që do të shikohet rast pas rasti është a do të shkojë 1/5 e Kuvendit, pra e deputetët, për të kërkuar interpretim, a do të shkojë kryetari i Kuvendit që të përdori mekanizmin e Kuvendit për të kërkuar interpretim. Prandaj unë mendoj që për rastin e zonjës Balluku nuk ndalon filmi me datën 22 janar. Do të vazhdoj sepse unë e kuptoj që diçka pas kësaj loje fshihet dhe ajo do të kuptohet qartazi pasi të kenë ezauruar të gjithë këto konfliktet juridiko, penale dhe politike midis institucioneve të cilët janë të përfshira në këtë betejë. Prandaj mendoj që ky film do të vazhdojë dhe në fund fare ky film do të jetë shqetësuese për institucionet kushtetuese dhe vendimarrjet e gjykatës kushtetuese. Avokata, besoni që fati Belinda Ballukut në politik ka mbaruar apo prisni që ajo të vazhdojë detyrën? Shiko, në aspektin politik, unë nuk mendoj që politika ndalon sepse prokuroria kërkon që të vendosi pranga. Për mua politika mbaron kur ty një gjykatë e paanshme dhe e pavarur të dënon, dhe jo sepse një prokuror dhe një gjykatës bëjnë akte notariale dhe në fund fare vendosin ndaj teje një do thoya një mas sigurie. Në aspektin politik është në varësi të sajt për të kryeministrit të vendit dhe kryetarit të Partisë Socialiste të mendoja ka mbaruar apo jo karriera e saj politike. Por ajo që unë pyes ndonjëherë veten time është kjo: kur ka qenë zonja Balluku politikane? Prandaj të them që qytetarët e kuptojnë vetë dhe mund të analizojnë vetë a ka qenë zonja Balluku një politikane që mund të themi zoti Rama është politikan, sepse ka vite në jetën politike. Zoti Berisha është politikan, se ka vite në jetën politike. Zoti Meta është politikan, se ka vite në jetën politike. Por një person i cili ka mbajtur një pozicion thjesht ekzekutoi vendimet të një politikani, si në rastin e zotit Meta, si në rastin e zotit Rama që ka ekzekutuar të gjitha ato që ne themi vendimit që ai ka marrë dhe ajo ka nënshkruar vendimarrjet. Prandaj po ju them që mendimi im është ky, që politika për atë nuk ka qenë asnjëherë pik lidhje, po thjesht ka qenë pik funksioni, pra funksionoi për shkak të udhëzimeve që ajo ka marrë nga zoti Rama. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi si për herë. Edhe unë i falenderoj për ftesën.